padyshim që edhe ne na përfshin arsyetimi apo cilësia e vendimeve, si çdo gjykatë tjetër, dhe mund të them që ndoshta si sfidë është në gjykatën e shkallës parë, këto më tepër sa në gjykata tjera. Obligimi i gjyqtarit është të gjykojë apo të vendosë me fakte, prova dhe ligj, duke zbatuar procedurën e paraparë, gjendje faktike të vërtetuar në mënyrë të duhur dhe zbatimi i drejtës materiale. A ka probleme? Sigurisht që ka, vetë fakti që pe thënë edhe jo që në raportet të ndryshme janë gjetur këto të mirë. Unë si kryetar në planin për vitin 2026 kam paraparë në këtë drejtim si aktivitete që shkëmbimi provoja mes gjyqtarëve, ku edhe jemi muajin e tretë të këtij viti, sigurisht i kemi dikon 6 takime të mbajtura pikërisht për kualitetin. Kemi marrë edhe analizimin e vendimeve të shprishura nga gjykatat instanca më të larta, edhe ato të njëjtat i diskutojmë qoftë me divizionin civil apo edhe penal, dhe konsideroj që është një frymë shumë e mirë bashkëpunimit mes gjyqtarëve në gjykatën tonë. Dhe shpresojmë që, por sigurisht edhe nuk është dorën tonë më tepër të bëjmë, po është edhe Këshilli Gjyqësor apo Akademisë Drejtësisë që të ndërmarrin, por edhe siç e dimë, shkrimi është cilësia e çdo gjyqtari individualisht, aftësitë tina për të shkruar apo arsyetuar një vendim, të cilën se dispozitivi siç e dimë është pak më i shkurt, por arsyetimi është shumë më i gjatë. Dhe që ato që i mnojmë 3-4 rreshta në dispozitiv, sigurisht që në arsyetim na dalin disa faqe për të arsyetuar pse kemi vendosur në atë mënyrë që kemi vendosur. Dhe konsideroj që është shumë e rëndësishme një arsyetim të jetë shumë kualitativ. Kryetar, cilat janë 3 problemet strukturore me të cilat përballet gjykata themelore në Gjilan? Ka më tepër se 3, po me që pi përmendje apo pi kërkoni 3. Ma kryesore. Ma kryesoret, padyshim, sipas vështrimit tim, ka të bëjë me profesionalizim dhe disiplimin e stafit, të stafit administrativ dhe gjyqtarëve, ngarkesa e madhe me lënë kapacitetet institucionale. Te kapacitetet institucionale shpjegova pak më lart që për gjykatën tonë do të jetë sfidë, pasi që i bjen që të punojmë me 8 gjyqtarë më pak brenda këtij vitit në raport me vitin paraprak. Një nga sfidat po ashtu që përballen gjykatat është edhe kapaciteti i tyre, mangësitë e tyre dhe nevoja për të pasur përkrahje nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Sa jeni përkrahur nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës në kërkesat që i keni pasur si gjykatë themelore në Gjilan? Deri më tani, sigurisht që bashkëpunimi dhe përkrahja e Këshillit është më së nevojshme, jo vetëm për ne si gjykatë apo për mua si kryetar, por për gjithë sistemin gjyqësor. Kemi pas një bashkëpunim të ngushtë dhe në ato raste kur ka pas mundësi për ta na mbështet me gjyqtar apo staf tjetër administrativ, padyshim që kërkesat tona janë aprovuar, janë procesuar dhe kemi marrë to, po siç e dimë edhe problemet rreth buxhetit apo rreth stafit është një sfidë edhe për Këshillin Gjyqësor për plotësimin e gjitha kapaciteteve të cilat ka nevojë një gjykatë. Po në përgjithësi mund të them që jam i kënaqur me mbështetjen të cilën kemi marrë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. E dim që ekziston një trup shumë e rëndësishme në kuadër të sistemit gjyqësor, që është Asambleja e Kryetarëve të Gjykatave dhe Gjyqtarëve mbikëqyrës. Cilat janë përfundimet dhe rezultatet që i ka pasur kjo asamblee, duke ditur rolin që e ka? Siç e thatë edhe jo, është një mekanizëm i rëndësishëm dhe në takimet tona që janë pjesë e viti 3, viti 4 që janë pjesë e Asamblesë Kryetarëve, diskutimet apo problematimet të cilat i kemi adresu apo i kemi diskutuar në takimet tona, ku kemi nxjerrë rekomandime për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, dhe ato rekomandime pothuajse të gjithë janë përkrahur, janë diskutuar në Këshill nga anëtarët e Këshillit dhe janë marrë veprimet konkrete në drejtim të plotësimit apo adresimit të problemeve të cilat ne si kryetar apo gjyqtar mbikëqyrës i kanë ngritur në ato takime. Dhe konsideroj që duhet të vazhdohet tutje me këto, po ndoshta edhe me një
vëllim më të madh të problematikave o kërkesave të cilat adresohen nga ana e gjyqtarëve, apo nga ana e kryetarëve përkatësisht gjykatave apo edhe degëve të gjykatave.